Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në këtë edicion të ri informativ. Ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Sarajlev të komunës së Shtimes, ku një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me traktor. Me këtë rast dyshohet se traktori është rrokullisur duke zënë poshtë shoferin, i cili për fat të keq ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Zëdhënësi i policisë në rajonin e Filizajt, Kanun Veseli, i tha Klanit se dje kanë marrë informacionin për rrokullisjen e një traktori, ku si pasojë ka humbur jetën një person i moshës 45 vjeçare. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Shtime. Klani mëson se viktima është GB, banor i fshatit Geriqevc. Sipas Veselit, rasti është cilësuar hetim mbi vdekjen, pasi njësitë policore menjëherë kanë dalë në vend ngjarje dhe kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e rastit. Edhe një rast tragjik ndodhi në Shkodër. Atje ekipet e kërkim shpëtimit nga Kosova dhe Shqipëria, të ndihmuar edhe nga banor vendas, kanë mundur të nxjerrin nga humnera trupin e turistit holandez që humbi jetën mbrëmjen e së martës. Ngjarja tragjike ndodhi në zonën e Alpeve dhe pikërisht në shtegun që lidh Thethin dhe Valbonën. Sipas raportimeve, grupi i turistëve nuk kishte marrë një ujë të licencuar dhe po kalonte në këtë rrugë të vështirë, kur njëri prej tyre rrëshiti dhe ra nga një lartësi tepër e madhe. Miqtë e tij, gjithashtu turistë të huaj të tronditur nga ngjarja, njoftuan menjëherë shërbimet e emergjencës, të cilët shkuan menjëherë në vend ngjarje. Po ashtu, për shkak të situatës në zonë, u dërgua edhe një helikopter. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, u bë mundur nxjerrja e trupit të pajetë të turistit. Ndërsa në Kosovë një grua është arrestuar saktësisht në Vushtrip për shkak se e njëjta pas një mosmarrëveshje ka sulmuar nënën e saj. Gjatë arrestimit, e dyshuara ka lënduar edhe një zyrtare policore. Policia bën të ditur se viktima dhe e dyshuara kanë pranuar trajtim mjekësor, po ashtu trajtim mjekësor ka pranuar edhe zyrtarja policore. Pas inicimit të rastit, viktimës i është lëshuar urdhër mbrojtje, ndërsa e dyshuara me vendim të prokurorit të shliruar në procedurë të rregullt. Ndërsa Inspektorati Policori i Kosovës ka arrestuar 4 zyrtar policor në Mitrovic me dyshimin se të njëjtit kanë kryer veprën penale manipulim me prova, bazuar në hetimet fillestare. IPK-ja thotë se dyshohet se zyrtarët policor me 13 shtator 2025 nuk kanë proceduar me rast penal në një rast të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, si dhe dyshohet se kanë fshehur si dhe kanë manipuluar me provat e gjetura në vendin e ngjarjes. Të dyshuarve në këtë rast me vendim të prokurorisë themelore në Mitrovic u është caktuar masa e ndalimit për 4 tetor. Me këtë rast, Inspektorati ka rekomanduar edhe suspendimin për 4 të dyshuarit, të cilit kanë qenë me detyrë në stacionin policor në Mitrovicën e Jugut. Ishtë ndihmës sekretari i shtetit amerikan James Robin edhe sot do të dëshmojë në ditën e 3 në Hag. Gjatë 2 ditëve të kaluara, ai dha dëshminë e tij i ftuar nga mbrojtja e ish presidentit Hashim Thaçi. Gjatë dëshmisë së tij, Robin tha se gjykimi që po i bëhet Thaçit është i padrejtë. Ai ka treguar edhe ngjarje dhe histori të ndryshme bashkë me Hashim Thacin, Madeleine Albright dhe emra të tjerë të rëndësishëm të asaj periudhe kohore. Ish zyrtari i lartë i SBA-s dëshminë e tij i filloi me përshtypjen fillestare të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë shlirimtare të Kosovës më 1999. Ai ka folur edhe për rolin e Hashim Thacit si drejtor politik i UÇK-s, por edhe personalitetet të tjera me rëndësi si ai Adem Demaçit. Ndërkohë, kryeparlamentari i Kosovës Dimal Basha vazhdon të këmbgulë se Kuvendi i Kosovës është konstituuar pavarësisht që ende nuk është zgjedhur kryetari nga komuniteti serb. Në vazhdim do ta ndjekim një pjesë të tij. A mendon që Kuvendi është konstituuar edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese? Çfarë do të bëni mas 30 shtatore? Mendoj që keni po atë shkollën Kuvendi. Si është vendimin e marrëveshjeve. Ndërkohë në Shqipëri, antarët socialistë të Këshillit të Bashkisë së Tiranës kanë ftuar një mbledhje për ditën e sotme në ora 17, të cilët do t'i drejtohen edhe selisë së Partisë Socialiste. Njoftimi vjen pasi në Asamblenë e Partisë Socialiste, Edi Rama kërkoi që Këshilli Bashkiak të nisë procedurat për shkarkimin e Erion Veliajt, duke bërë publike edhe kandidaturën për Tiranën Ogerta Manastirliu. Ky vendim mund të përballet me shqyrtim nga gjykata kushtetuese pasi Erion Veliaj është ende në paraburgim, teksa ende nuk ka një vendim të formës së prerë për të. Rama theksoi ditë më parë se Këshilli Bashkiak do të aktivizojë mekanizmin e shkarkimit të Veliajt dhe se vendimi nuk merret me lehtësi, por është i domosdoshëm për të garantuar udhëheqjen e qytetit dhe funksionimin normal të administratës së Tiranës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka zbritur mbrëm në Mbretërinë e Bashkuar. Ai sot do të pritet nga mbreti Charles III në kështjellin Windsor për vizitën e tij të dytë historike shtetërore. Më pas ai do të takohet me kryeministrin Keir Starmer, me të cilën do të nënshkruajë një marrëveshje $10 milionë përpara se të fluturojë përsëri në SBA. Ajo që mediat kanë vërejtur është që Amerikani në Britani ka sjellë me vete një arsenal të plotë sigurie. Ai po shërohet me një makinë të papërshkrueshëm nga bomba e një ekip të shkëlqyer komandosh, po ashtu njeriu më i fuqishëm në botë shoqërohet nga një ushtri truprojash. Në anën tjetër, kjo vizitë po përcillet me protesta të shumta, ku edhe sot ka protesta të bëra kundër Trumpit. E në Kosovë ka filluar të mbajt edicioni 5 i festivalit të filmit sportiv Prishtina 2025 nën organizimin e Komunitetit Olimpik të Kosovës. Festivali nisi dje, teksa vazhdon edhe sot në kineman ABC në Prishtinë. Në këtë edicion, premier të martën u shfaq dokumentari Luani me rrot në përbot i autorit Fatmir Hajzeri, që i kushtohet themeluesit të sportit të boqës në Kosovë, Luan Qabra. Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi në ceremoninë hapse të kësoj se filma dokumentar shfaqin kontributin e njerëzve në ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave të sportit, derisa shprehu gatishmërinë e kokut për mbështetjen e të gjithë njerëzve që punojnë në zhvillimin dhe promovimin e sporteve. Ndërsa sot do të shfaqen edhe 9 filma të tjerë, duke nisur nga ora 16:15 deri tek i fundit kur nis në ora 21:15. E në aspekt evropian, sot janë në program 6 ndeshje të gjirës së parë të fazës së Ligës së Kampionëve 2025-2026. Emocionet e Ligës së Kampionëve u kthyen të martën brëma, ku tifozët e futbollit ishin dëshmitar të disa takimeve të zjarta, sikurse ai mes Juventusit dhe Borussia Dortmundit, që u mbyll 4-4 dhe Real Madridit Marseillet, që përfundoi me një fitore të vështirë nga vendasit 2-1. Njësoj pritet të jetë edhe mbrëmjen e sotme, pasi për dallim nga mbrëm, sonte pritet të ketë ndeshje edhe më të forta së paku në letër. Ndeshja kryesore mbrëmjes padyshim se është ajo në mes të Bayern Munichut dhe Chelsea, e po ashtu ballafaqim pritet mes Liverpool, Atletico Madridit, Paris Saint-Germain, Atalanta dhe Ajax Inter, të cilat luajnë nga ora 21. Me ka që mbyllim këtë edicion informative, ju vazhdoni të qëndroni këto me ora 7. Mirupafshim.